Eduard Shalci më dhuron librin që ka përkthyer. Ja, e shef me autograf. Tani me që jemi këtu, unë e kam quajtur këtë si java kulturore. Ti pyesim pak të gjithë këta parlamentarët tanë. Ore, cilin libër janë duke lexuar dhe cilin libër do më dhurojnë mua, po me një kusht, ta kenë lexuar vetë përpara. Se thon pastaj që vim vetëm ju ngacmojmë. Ja, urdhëro. Eduard Shalci e mbajti fjalën, më dha libër me autograf. Tani ki parasysh e gjë që do bëni çik xhelos të tjerë. Ju tjerë blini, se s'do jam gjithë falas. Vetëm se do ta shifni tani që dita ditës sa më shumë faqe të lexoj, aq më shumë do progresoj dhe do i konkurroj. Do shkoj direkt për deputet. Kini parasysh edhe për deputet, Era parë që i deputet e ma fjalën, urdhë. Ja, me firmë. Tani, ju çfarë libri po lexoni tani? Ja këtë që po lexon ti. Okej, çfarë thot libri? Do ta kishe lexuar ti. Çfarë thot me që e ke lexuar? Do ta kishe lexuar. A do më sjellësh një libër me autograf? Patjetër. Ju cilin libër po lexoni tani së fundmi? S'është thon ta marrësh mend titullin se kur kalon faqen 15 nuk ma mend titullin. Cili është libri që po lexon? Petro Marko, Një emër 4 rrugë. Ju do më sjellni një libër me autograf, meqense kolegu juaj. Po jo tuaj jo, po jo tuaj s'ka rëndësi po. Unë do të kem autografin tuaj, po ç'rëndësi ka më? Po gjema një atje ke, shikoj edhe të përdorur nuk ka rëndësi po me autograf. Do ma sjellësh javën tjetër? Po kaq probleme ke, atë t'jap unë lekët. Ta sillat librin atëherë dhe ta. Të Petro Markos? E unë kam besim ose politikanët janë më gjithmonë fjalën. Kush erdhi? Ktheje kamerën. Më ke munguar! Po ku je më burr? Sa u bë? Ke dëgjuar atë që thon tani jemi bë për të puthë, jo për të taku. Je më puthu me atë. Ë? Jo, dëgjoj. Nga dush ti? Cili është libri i fundit që po lexon? Libri i fundit ishte Adheu i Fernando Aramburu. I para fundit ishte Lea Ypi me po shtruar. Kam propozuar bashkë me kolegun Ulsim Manja, ndryshojmë kodin rrugor, që tipat si puna jote, që janë shumë të lëvizshëm. Po? Domethënë, t'ju heqim edhe patentën kur hipin makinë të dheur. Po, unë jam në këmbë, po kolegja ju që e ka parkuar aty në trotuar, do t'i bësh gjë? Kush? Ja, gjithë kolegët trotuari ke. Jo, s'janë atë. Unë s'doja me të thëmë, po me që ma hape vetë si te. Qa libri po lexon tani? Kur të mos i përdorësh për ironi këto. Po si s'ma dhe jeri përgjigje o burr, gjithmonë i pa përgatitur. Një nxjerr nga kontesti. Çka kontestet vetë ti se përgjigj kur? Javën tjetër do pësjesh një libër me autograf? Kur da kemi libër nga ty si Eduard Shalci? Po ndoshta edhe unë, shumë shpejt. Si shumë shpejt sigur sigur do hapim tendë. Po nuk të thash bëje libër no, më jep një libër me autograf, bleket përdorura. Cili është libri i fundit që ke lexuar, jo ke shkruar? Libri i fundit që kam lexuar. Po. Të mirët. Po të mirët kështu nga boj goj. Aty ka ngel akoma, më të mirët ka ngel më. Pu. Cili është libri i fundit që je duke lexuar? Po duhet patjetër ta dish. Pse është sekrete? Një po s'të vlen. Po mendoj një herë. Po s'të vlen. Aman të lutem se ka marrë nga Tepelena për ty. Të lutem, cili është libri i fundit që po lexon se Eduard Shalci ma dhuroi? Libri i fundit që keni lexuar ose po lexoni? Tani. Na kujtoj gjimnazin. Ti mendosh një javë, kisha edhe një javë pushim të javë. Që mendosh një javë si ta kapësh në gafil. Ne flëm në shtrihemi, se nuk e dia flëm. Në 1 ca të natës e kthihemi në 6 ca të mëngjesit. Me 5 orë gjumë gjithsej, ja? Tani ne jemi në këtë situatë. Kjo është një rend dite, çka ke pas aty? Ky është regjimi i punës. Tani unë në këtë moment po me autograf. Kem kohë të lexoj libra, nuk do bëja detyrën që bëj. Java kulturore kam quajtur unë. Çfarë libri po lexoni? A do më dhuroni javës tjetër një libër meqense Eduard Shalci ma dhuroi me autograf? Më duhet autografi juaj. A më bleket përdorur atë bursë është e thënë të harxhosh shumë. Java kam quajtur kështu, java kulturore. Për qefin tim se kultura s'është kurrë e tepërt. Po pse vetëm kjo java kulturore, pse jo gjithë viti? Po ju s'po bëni javën, do të më tregoj vitin tani. Ju javën s'po na e caktoni. Unë po i quaj java kulturore për mua, që ta kuptosh pse. Institucionet kulturore duhet të funksionojnë gjithë. Të lutem, ke foltoren për këto, pyetja shumë e thjeshtë. Libri i fundit që po lexon. Ja lom, do të sjell atëherë Lufta dhe Paqja. S'ka ngel kush pa e lexu. S'ka ngel kush. Po se i dyshoja nëse kishte. Hy goja të mjerët, më tha njëri, po këto edhe në internet po hyre këtu të shkomenja. Kemi lexuar ato tash që në gjimnaz, më thon drejtën, na e kanë sugjeruar zysha letërsisë, ma kanë sugjeruar. Atë unë do sjell librin tim. Po, malli, sa kohë kemi. Mirë, sot kam marrë shumë, me paqe, me flamurën e bardhë. Cili është libri që jeni duke lexuar? Flasim për libra. Në fakt lexoj disa njëkohësisht. Që janë? Kryesisht politik. Kush janë tani?
Do të futemi në thella? Po një titull atë çfarë thella? Tani kur mund ta kem një libër kështu me autograf, siç ma ka dhënë Eduard Shalsi. Javës tjetër jam këtu, mirë, po me një kusht. Ta kesh lexuar përpara vet. Mos më rjas goja. Ik. I kam lera tani, mirë se të premtojnë libër, po i vë kushtin ti. Ta kesh lexuar përpara. Prit tani javës tjetër ku të marrësh revista, gazeta e çai del përpara. Ik, mbaj këtë librin. Para se ta marrin dhe këtë dhe. Ik tash.